Ekipi futbollit të Seviljes mbërriti mbrëmjen e së shtunës në aeroportin Nën Tereza në prag të ndeshjes miqësore me flamurtarin e Vlorës. Me syjeve të ekipit spanjoll që do të luajnë të dielën në miqësorën e Luksit, nuk do të mungojë sulmuesi kryesor Alvaro Negredo, ndërsa Navas ishte i thirrur në kombëtare. Ky takim organizohet me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, me iniciator dhe mbështetës kryesor, kompaninë e pijes energjike Miami Beach. Për rastësi në krye të pankinës së ekipit të Vlorës qëndron prej 2 javësh një tjetër trajner spanjoll, Juan Rubio. Është një kënaqësi që vi në Shqipëri dhe sidomos fakti që takoj një mik si Rubio. Për ne është një kënaqësi e veçantë që do të luajmë këtë miqësore dhe do të shfaqim aftësitë e ekipit të Seviljes. Presim në shtëpinë tonë një ekip me traditë dhe me një emër të madh si Sevilla. Ndeshja do të jetë një spektakël i vërtet dhe publiku shqiptar s'do ta harrojë këtë takim. Con el Sevilla en cualquier sitio es importante venir. Është një nder për ne që kemi ardhur këtu dhe do të zhvillojmë këtë ndeshje. Shpresojmë që me këtë takim të përmirësojmë lojën tonë dhe të ekipit kundërshtar. Organizatori e vendit thotë se dëshira është për të sjellë në Tiranë dhe ekipe të tjera të njohura spanjolle. Padyshim që falenderoj zotin Bleri Moxha, pronarin e Miami Beach me qendrën në Gjenev, një person që është në diasporën shqiptare dhe bën të mundur realizimin e kësaj ndeshje, por nuk duhet lëmë në arrestë edhe zotin Shpëtim Gjika, kryetarin e Bashkisë Vlorës, presidentin e klubit flamurtar që na ka ndenjur pranë në çdo sekond për të organizuar këtë ndeshje, sidomos dhe federatën e futbollit zotin Armando Duka. Ndeshja që do të luhet në stadiumin Qemal Stafa transmetohet ekskluzivisht në Vision Plus, të dielën në orën 18:30.